Rreshtet e dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme të shumta në Kukës, ku zonat e thella rurale janë përballur sërish me bllokime rrugësh dhe ndërprerje energjie. Në lagjen Palush të fshatit Kolesian, rrëshqitja e dheut nga prurit e ujit bllokoi rreth 2 kilometra rrugë, duke shkëputur përkohësisht lagjen nga aksi nacional Kukës-Bicaj Kolesian-Bushtric. Fadroma e Drejtorisë së Rrugëve të Bashkisë ndërhyrë për të pastruar segmentin dhe rikthyer qarkullimin. Situata nuk ka qenë hiç e mirë, ka është i papushim dhe kemi përmbytje. Bile na kanë ngel edhe makinat mrena, këtë makinat që kemi për furnizimin e dimrit i kemi kanë ngel. Po faleminderit edhe për jush, për bashkisë, për njësisë, ja po punohet më hap se të bëjmë furnizimet paktën për këtë dimër. Kujdet të fuqi madhore është. S'kemi qa me bo më shumë. Gjatë këtyre ditëve ka pas problem tek popullata, izolimi apo Kemi në gjithë fshatin kemi pengesa dhe kështu. Dhe ujë tash edhe ujë pishëm nuk është bash mirë se kemi se trembllot nga se bie shumë shi, kemi pas probleme të përgjithshme. Kjo është fuqi madhore, s'kemi qa bëjmë. Me pak ka hyrë nëpër shtëpia jo, nëpër shtëpia nuk ka hyrë, nëpër shtëpia, po ja këto për që rrugën e ka prish fare. 4 sova, rrugën prish. Sipas kryetarit të lagjes, që rruga që shërben për 24 familje është për vitesh e amortizuar. Ai thotë se nga bashkia kanë marrë premtime për ndërtimin e saj. Këtu jemi 24 shtëpia. Si familje 24 jemi. Banor me llogarit nga 5 bon boll. Do të thënë dimi është i vështirë. Dimi i vështirë, rrugën nuk e kemi edhe as mirë, me zore kemi hap, me shumë vështirësi. Po mirë, po këtë hajt me hap sa me marrë një furnizim se këtu ka probleme. Do shtru ke rrugë. Ka nevojë. 1 kilometër e 50 metra. Do thotë Është. ka ndërhyrje. Ne ka dhënë llafin kryetari i bashkisë për me shtru. Besoj që do e marrë fjalën e vet. Këto ditë kanë ardhur fadromat, kanë pastruar. Erdhën këto ditë, faleminderit, ja po punon fadroma. Po punon për të hap. Faleminderit. Kjo është. Mira mrapa popullit vet. Mirë është. Kryesisht fshati me çfarë merret, me çfarë jeta? Sa kanë ikë në emigracion shumica, s'ka, kena ngel na plesh këto. S'ka. Pak të ri kanë ngel me i pa me sy. Po, dikush mbjell një domate, dikush një patate, dikush mbjetesë. Edhe pse situata është stabilizuar pas ndërhyrjes së mjeteve të detyrisë bashkiake të rrugëve, banorët thonë se çdo stuhi e shndron qarkullimin në sfidë. Për ta, investimet e qëndrueshme në rrugët të lidhëse mbeten njëtike, pasi këto segmente janë e vetmja mënyrë për të siguruar lëvizjen e njerëzve, furnizimet dhe aksesin në shërbime.